Apo kuptoni ju që unë po flas që këta nuk kanë logjik politike, s'kan kalkulim politik dhe kanë inote, nuk udhhiqet partia dhe shteti me inote. Po ta votoj unë Albulina Axhin, po ta votoj Dimalbashën. Mas 48 kërkesa. Nuk ja kanë ditë hallin vetit, se në paraqit me 17% si 50% si Ibrahim Rogova. Edhe ky tjetri 45%, i krejt bumerang se ligjet e fizikës janë gjun topen me forcë e të kthehet me forcë. Çka kanë bërë, çka kanë gatu këta kanë hongër sonte. Opozita bilete për nalt ka shku, çka se ka meritu hiç dhe i lumt Albin Kurtit që arriti mjavlon Kopilin të dera, mjavlon Penallin. Ky e bindi opinionin që fajtorët kryesor për mos formimin e institucioneve ashtë opozita e bindi. A e ko mirë? Shtetë është kjo? Jo, e vërtet sa hesh. Jo, e vërtet sa rranë krejt. Por rranë në shqitë vërtet. E të volë Albator. A mlen me volë. A mlen me volë. A mlen me volë. Albator. A ba me volë. Po ti ja ke volë. Ti ja ke volë. Kam nevoj më përgjigj. Sa punën në shqitë ke shpërthy Albatros. Kam nevoj më përgjigj se unë e thash që është e vërtet, ky tha jo, tash unë t'i tregoj pse është e vërtet. Unë të thash që sa punën në shqitë për gjatë, hallalli kohë politik që shtuar. Opozita, Fidani e thani të vërtet shumë madhe, ishte shumë i saktë. Opozita i ka pas gjitha kartat në dorë. Ka mujt me votu, kandidati i lëvizjes partisë parë, bëhet kryetari i kuvendit, s'ka pas nevojë me filozofu, e kishte votu, e kishte thonë zotnis, hajde bane qeverinë, se kishte bërë qeverinë, ja kishte marrë pushtetin. Marrë ky mohabet. Bona çka që thjesht. Domethënë opozita, në këtë logjik, në opozita ka lujt lojën aty den që hajt ta lodhim ne Albinin, hajt ta lodhim LVV-n, hajt të bëjmë kombinime, si ka dalë sapi. Po ka nis ramja dhe bjen. Si ka dalë sapi. Si ka dalë matematika. Edhe ka prit me fitun gabimet e Albin Kurtit. E si dul, kërkon kalkulimi nuk i dole. Ne jemi shoqëni lideriste. Edhe shoqënia lideriste do të thonë që udhëheqet për figurave që janë kafsh politike. Njerëz që merren tankon me politikë. Shoqëri bajraktare. Jo, kjo është kudo në botë. Njerëz të tillë që merren tankon me politikë. Albin Kurti është një njeri që 24 orë merret me politikë edhe në gjumë. Ai nuk ka pas përballë një njeri të tillë. Kur të kthehet Hashim Thaçi, do kemi përballë dy titan, dy bisha